Zona e Kallmit është shumë e njohur në vend për kultivimin e bostanit, jo vetëm në sasi, por në cilësi dhe në çmim. Për të 14 vjet fermerët po njohin vetëm humbje dhe nëse situata vazhdon e tillë, ata thonë se do të bojkotojnë mbjelljen e bostanit. Sipas fermerëve, mungesa e subvencioneve dhe çmimet tepër të ulta të ofruara nga pikat e grumbullimit po e bëjnë të pamundur mbulimin e kostove të prodhimit. Nuk kemi ku ta çojmë, s'ka treg. Po bën 4 vjet zero se pa lek. Biles kanë bërë letrat për naftë vit për vit, as telefon kanë marrë asnjë, as nuk duhet do ta di njëri. Po solucionet ka, plerat janë rritur, gjithmonë me humje, gjithmonë. Vin tregtar tallën që andeja thonë 100 lek. 3 vite që nuk po marrim dot lekët tona alla. Të lahet pak haku jon. Po s'po ecën fare, nuk ka shitje, s'ka treg. Për shkak të situatës së vështirë ekonomike, sipërfaqet e mbjella me bostan në zonën e Kallmit janë reduktuar ndjeshëm krahasuar me vitet e kaluara. Shumë fermerë kanë hequr dorë nga zgjerimi i kultivimit, ndërsa të tjerë po mendojnë ta braktisin plotësisht këtë kulturë bujqësore. Ata paralajmërojnë se nëse edhe këtë sezon nuk arrin të sigurojnë të paktën mbulimin e shpenzimeve, vitin e ardhshëm nuk do të mbjellin më bostan. Nëse është kjo situatë, do ta mbillin përsëri vitin tjetër? Jo se ne jemi stresuar shumë te mase, nuk nga mbjellin. Këto deklarata ngren alarmin për të ardhmen e kësaj kulture bujqësore në zonën e Kallmit.